Dje në orën 22:50 në fshatin Bogovin, zyrtar policor nga stacioni policor i Kamjanit, duke vepruar sipas urdhërit gjyqësor, kanë privuar nga liria personin një 63 vjeçar nga fshati Bogovin. Personi kërkohej për vepër penale të kryer sipas nenit 284 të kodit penal, për vuajtjen e dënimit me burg në kozgjatje prej 3 muajsh, i njëjti është dërguar në burgun e Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 13 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga fshati Vrutok për shkak të dyshimit të bazuar në kryerjen e disa veprave penale vjedhje dhe vjedhje e rënd në rajonin e Gostivarit. Tek ai janë gjetur sende që rrjedhin nga vjedhja e fundit e kryer po atë ditë në një market në Gostivar. 10 minuta pas mesnate në stacionin policor Tetov, një grua 54 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se po atë ditë rreth orës 21 në shtëpinë e tyre familjare, pas një mosmarrëveshje paraprake për para, djali i saj e ka sulmuar fizikisht duke i shkaktuar lëndime trupore. Viktimës i është ofruar ndihmë mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës, po merren masa për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e rastit. Dje në SPB Gostivar është denoncuar se në qendrën urgjente Gostivar është pranuar një person me lëndime të rënda trupore. Zyrtarët policor nga SPB Gostivar kanë konstatuar se bëhet fjalë për një 33 vjeçar nga fshati Dobërdolli, i cili ka deklaruar se derisa po ngjiste biçikletën në fshatin Toplic, ka humbur kontrollin dhe ka rënë nga biçikleta. Për shkak të seriozitetit të lëndimeve, ai është dërguar në qendrën klinike në Shkup. Policia e Tetovës gjithashtu njofton se 3 persona janë ndaluar në stacionin policor për shkak të drejtimeve të automjeteve dhe motocikletës pa patent shoferi. Ngjarjet kanë ndodhur në nyjen rrugore për në fshatin Grupçin, në rrugën Iliria në Tetovë dhe në qytetin e Tetovës, e pas dokumentimit të rasteve ndaj një 21 vjeçari nga fshati Lërc, një 22 vjeçari nga fshati Poroj dhe 22 vjeçari tjetër nga Gostivari do të përgatiten parashtresa përkatëse.